ti I ke delegitimuar këta njerëz, unë nuk është se të bie dakord që gazetarët të jenë gjë bëndës, do ta kundërshtoj me forcë gjë sa të kem zë, domethënë në këtë lloj raporti publik. Gimi, janë shumë gazetarë, më fal që po të them, janë shumë gazetarë që I di dhe unë, po desha unë t'i përmend me emra, I kam përmend, nuk kam problem, që I kanë shtëpiat në Rolling Hills. Më thuaj mua, me këto rroga që kanë pas të gazetarë, si kanë bërë përveç shtëpiave në Rolling Hills, që po të përmend disa, me shullake, me anë bushate, me kujdi tjerë sa du se s'ma vinë men, me qimpeka, me kymër, me dervishimër që I bon moral, si e ka Lutfi Dervishi, I bon moral gjithë ditë në Zotit. Ta shi t'lutem shumë Gim, të bësh shtëpi $1 milion në Rolling Hills, me punën gazetar, këta I kanë bërë me trafik influencash politike. Nuk Ilir, shiko të gjikimi. Pra ne të them që këtu është kalp gjithë piramida dhe këto tash I bëjnë moral, jo pse këta kanë hallin e qeverisë, kanë hallin që nuk po morin këto tenderat e tyne dhe favoret e tyne. I tash Ilir, do më lesh ta lidh thesën. Shiko. Unë kam qef gjona thuën hapët sepse ti jenë media kaq kohë dhe ne masturbojmë njëri tjetrin media. Gimo, unë kam respekt për ty, edhe ti thon kam respekt për ty. Ti e di që ne jemi miq. Ore nuk jam mik me ty, kam marrë me bë debat. Mik, hajde dalim pim kafe jashtë. Ilir, më lejo të themi gjë. Më falë, se kisha jo Ilir, më lejo të themi gjë. Unë personalisht kundërshtoj me forcë ata që urrejnë ata që kanë para. Jo, nuk e kam. Ka para njerëz. Jo, nuk e kam tu fare, nuk e kam tu. Ilir, prandaj thash unë nuk bëj njerëzit immoral që bëjnë moral. Po më ndërpreve nuk do të kuptosh ti gjë. Dakor. Shikoj. Pra, në thelb, domethënë kur marrim me emra do doja për shembull që ata që përmend do doja të ishin trashëgimtar të pasurive që ja ka fal Zoti, domethënë mundsinë atyre. Ama një njeri që pretendon që përmes pagës si gazetar mund të bëjë kaq shumë pasuri, e ka thënë Montanelli, nuk e them unë, për shembull, Qelber në raportin e kësaj që ky profesion. Dhe jo Qelbin po këta kanë qetë dynjon. Ky profesion nuk kanë bilan Rolex, po këta I kanë dhënë Bregdet ku janë ato sonasi diç kanë bërë Zamir Mane atje ku janë këto edhe kanë kufizu, kanë marrë dhe territoret e plazhet publike, edhe vende shazlona nga $200, po jo mërgim. Ky profesion ti mundsin të jetosh, po jo ti jesh pasonik. Bravo, rrogën si gazetar. Dhe ky profesion është mision, ky profesion është mision. Vetëm po e kuptove kështu mund të bësh diçka. Po, ky profesion është mision, kurse këta kanë hyrë me xhvat nëpërmjet trafikut politik. Aty ku gazetarët të bëhen miliarder ka diçka që nuk shkon. Qelber, pra e ka thonë Montanelli, kurse këtu kanë qelë dynjon, kanë qelë më në din, gjithë më në por nuk I thojnë, Gim, kjo mund vje kej, se gjithë I din, gjithë ne I foli me njëri tjetrin kur pim kafe, kur vim pas ne për studio televizive, rrim të mërët njëri tjetrin. Po jo më dikush, se ju e thatë shumë bukur, nuk duhet jesh, po prite me u bo shumic, nuk bohesh kur. Pra ti duhet bësh detyrën tatë të mizës, unë di që zot në rregjo, ti e di se kjo bisedë nuk do të rrem dot situatën, po të paktën një model e jep.